Shifrat e regjistrimit të mjeteve tregojnë se 1 në 2 shqiptar është posëduesi një makine, por të dhënat konfirmojnë gjithashtu se 25% e tyre nuk paguajnë taksat vjetore dhe nuk kryejnë kontrollin teknik, ndërsa borxhi ndër vite përllogaritet në afro 17 miliard lek. Deri në fillim qershorit 2025 rezultojnë rreth 256.000 mjete të cilat janë debitor, pra ju ka kaluar afati i vlefshmërisë së taksave. Për vitin 2025, 2024-2025 rezultojnë afërsisht me diku te 50.000 debitor, pra jemi në të njëjtat shifra si vitin e shkuar. DPSHTR me përmirësimin e sistemit të saj e DPSHTR ka bërë të mundur që t'ju shkojë një njoftim automatik çdo pronar i mjeti në momentin e te kalimit të afatit. Sa po mbaron vlefshmëria e taksës, i shkon një njoftim automatik në Albania. Tatimet kanë njoftuar se debitorët do të jenë në lupën e tyre, por mbetet për të parë se si do të evidentohen borxhlind. Një pjesë e makinave janë mjete të cilat nuk janë në qarkullim, por që posëduesit nuk kanë kryer çregjistrimin. Drejtoria e Transportit Rrugor thosë se ka procedura për çregjistrim të përkohshëm të mjetit, me qëllim pezullimin e detyrimeve. Pronarët e mjetit kenë një sensibilizim që në mënyrë që mos të kenë debi apo ngarkesa me taksa, kur mjeti i tyre nuk përdoret, mund ta marrin shumë thjesht të shërbim. Gjithashtu, për pronarët e mjetit të cilët kanë vendosur që ta heqin mjetin nga qarkullimi përfundimisht, pra e dinë që nuk do të përdoret më ai mjet, mund të marrin shërbimin e regjistrimit përhershëm apo heqjes përhershme nga qarkullimi me shkatërimin e mjetit, duke ndjek procedurat e shkatërimit tek subjektet e ligjësuara dhe regjistrimin përfundimtar pranë DPSHTR. Regjistrimi i përkohshëm lidhet edhe me emigrantët, të cilët janë posëdues të një mjeti, por që nuk e përdorin atë gjatë gjithë vitit, ndërkohë që për regjistrimin e përhershëm kërkohet që mjeti të paguajë të gjitha detyrimet.